Pika e kalimit kufitar në Qafthan, një nga nyjet më të rëndësishme të qarkullimit të mallrave dhe produkteve ushqimore në juglindje të vendit, do t'i nënshtrohet një procesi modernizimi me synim rritjen e sigurisë ushqimore dhe përshpejtimin e procedurave të kontrollit. Gjatë një inspektimi në teren, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla, dhe Ministri i Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari, u njohën nga afër me investimet e planifikuara dhe masat që po ndërmerren për forcimin e kapaciteteve të kontrollit në këtë pikë kufitare. Ministri i Bujqësisë Andis Salla theksoi se investimet e reja do të krijojnë kushte moderne për magazinimin, monitorimin dhe analizimin e produkteve që hyjnë dhe dalin nga vendi. Duhet që të përmbushim gjithë kushtet e sigurisë ushqimore, por edhe ndaj produkteve që futen në Shqipëri, që është e rëndësishme ne të kontrollojmë çdo produkt për konsumatorët shqiptarë, që të kemi një garanci të plotë edhe për t'i dhënë një garanci të gjithë qytetarëve që çdo produkt që konsumojnë të jetë në parametrat e duhur dhe në sigurinë ushqimore në standardet të cilët ne duhet i kemi. Nga ana tjetër, Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari vuri theksin te rëndësia e koordinimit ndërinstitucional dhe bashkëpunimit me Maqedoninë e Veriut për lehtësimin e procedurave kufitare pa cënuar sigurinë. Po ndjekim dhe mes Ministrisë së Jashtme ta pensojmë shpejt në shkrimin e ndërveshjes në palën Macedonse dhe përfitojmë nga lehtësirat në rrugën të kohës, edhe të bëjmë shpejt pasagerëve të marrave, sigurisht pa cënuar sigurinë. Qafthana është një nga 5 pikat kufitare ku ka nisur procesi i modernizimit, i cili pritet të rrisë kapacitetet e kontrollit, analizës dhe monitorimit të mallrave. Investimet synojnë garantimin e sigurisë ushqimore, mbrojtjen e konsumatorit dhe rritjen e besueshmërisë së produkteve shqiptare në tregjet rajonale dhe ato europiane, veçanërisht në prag të sezonit turistik dhe rritjes së fluksit të lëvizjeve ndërkufitare.